Mes natën e sejntes, një konflikt brenda një familje në Fier përpaksa nuk përfundoi në tragjedi. Në fshatin Mbrosta Arura, 23 vjeçar qelloi me armë të atin pas një debati të ashpër që ndodhi në banesën e tyre. Autori Jashar Zyka përdori një armë sportive të modifikuar për qelluar të atin, Nexmedin Zyka, 58 vjeç, duke e plagosur në këmbë. Ngjarja ndodhi rreth orës 00 në ambientin e shtëpisë së tij familjare. I plagosuri u transportua me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ndërhyri menjëherë dhe arrestoi autorin, ndërsa arma e krimit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Grupi hetimor mori dëshmitë e autorit, të babait të tij dhe të familjarëve të tjerë për të zbardhur shkaqet e konfliktit që solli plagosjen. Ndaj të riu tashmë rëndon akuza për plagosje të rënë me dashje dhe armbajtje pa leje. Policia e Fierit po vijon hetimet për të zbuluar më shumë rreth dinamikës së ngjarjes dhe motiveve që çuan në këtë akt të dhunshëm brenda familjes.